Besoj që tashmë e keni pa lajmin që Uk Rugova, djali i presidentit Ibrahim Rugova, do të jetë kandidat për deputet në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK-n. A mendoni që do ta arrijë të elektrizojë masën, apo është zgjedhje e gabuar Uk Rugova? Unë personalisht mendoj që listës LDK-s ju ka dashur dikush sikur Uka, po mbetet tashmë pa na për debate gjëra qysh po sillet e ku sillet, nuk po du me paraqjiku. Ta pyetje shkon edhe për AK-n, e cila ka vendosur me marr generalin ish kryeministrin Çeku në listë. A mendoni që këto hyrje do të jenë hyrje të cilat do ta ndryshojnë rezultatin, apo nuk do të kenë sukses fare në drejtimin për me ndryshu rezultatin e për me marrë ma shumë vota apo ma shumë deputet?